Elbasani nuk shkon më shumë se sa një barazim me flamurtarin në shtëpi me ndeshjen që mbyll në barazim 1-1. Një përballje që foli më mirë për të besuarit e Gvozdenovic, të cilët shënuan të parët me penallti të Diallos. Mirpo Shafi kreu baraspeshën duke i siguruar shifrat përfundimtare në 1-1, një barazim që duket se i shkon më shumë për 7 vlonjatëve në luftën për mbijetesë, ndërsa Elbasani humb shansin për t'u afruar më shumë vendit të parë. Mendimi tim mund të fitojmë 3-1, 4-1, por në fundit futbolli tregoi diçka tjetër, sepse kur ti nuk shënoi nga këto rasti çfarë ishim neve pjesa e parë dhe pjesë dytë, se jam sigurt pjesë dytë ishte Llatia 1-1. Pastaj erdhi goli nga flamurtari nga një kodite standard, në klasë monetare tu jam pak me ditë sepse vendoset për qëndrim nuk ishte në niveli jon, por prap unë pranoj rezultati, është barazim dhe çfarë më të them, ne jemi mërzit nga rezultati, por nuk jemi mërzit nga lojë. Domethënë lufta do vazhdon tani nga sot apo nga nesër direkt do mendojmë për Medesh Rada, se është inatja. Edhe kjo është situata. Edhe një herë patjetër ne jemi shumë mërzit për pikat, sepse edhe një herë mendimi tim ishim skuadra më e mirë dhe mund të fitojmë ndeshje, por dolim me një pikë dhe kjo është situata. Nga përballja, flamurtari merr një pikë shprese, ndërsa verdeblut humbin shansin të përfitojnë nga ndalesa e Gnatias për t'u afruar më shumë kreut.